Presidentja në detyrë e Kosovës, Albulena Xhiu, ka bërë të qartë se nuk do të karojë për postin e presidentes së Republikës së Kosovës. Në një deklaratë, Xhiu tha se procesi politik duhet të fillojë me certifikimin e rezultateve zgjedhore dhe më pas takimeve me partitë për të arritur një marrëveshje konsensuale për institucionet e reja. Po presim fillimisht që të ndodhë certifikimi i rezultateve, pas certifikimit patjetër që do të ketë takime me partitë politike dhe uroj që të gjejmë një konsensus në mënyrë që Kuvendi i Republikës së Kosovës ta votojë presidentin me mandat 5 vjeçar. Ajo shtoi se prioriteti kryesor mbetet konstituimi i kuvendit dhe zgjidhja e qeverisë së re, duke ndjekur të gjitha procedurat kushtetuese. Le ta konstituojmë kuvendin, le ta zgjedhim qeverinë dhe menjëherë kryetari apo kryetaria e re e kuvendit do të ketë drejtën kushtetuese që ta mandatojë kandidatin për kryeministër të vendit. Xhiu u ndal dhe te pjesëmarrja e mundshme e Kosovës në samitin e NATO-s që pritet të mbahet në Turqi, duke thënë se ende nuk ka një vendim përfundimtar. Ende jemi duke marrë informacione për këtë. Sipas saj, pas certifikimit të rezultateve do të zhvillohen konsultime të gjëra politike për të garantuar stabilitet institucional dhe vazhdimsi të proceseve shtetërore në Kosovë.